Në Pakistan, ligjvënësit janë mbledhur në seancën e përbashkët të parlamentit të këtij vendi për të diskutuar veprimet ushtarake në Yemen. Arabia Saudite ka kërkuar nga Pakistani që të ofrojë trupa toksore në aksionet kundër milicisë shiite Houthi në Yemen. Pakistani njihet si aleat i fuqishëm i Arabisë Saudite, por ka shqetësime se zbarkimi i trupave pakistaneze në Yemen mund të shtojë edhe më tensionet sektare në këtë vend. Në Peshavar të Pakistanit, të krishterë dhe mysliman janë mbledhur së bashku për të festuar Pashkët. Më pak se 2% e popullatës në Pakistan është e krishterë. Muajin e kaluar, së paku 16 të krishterë u vranë gjatë një sulmi kundër një kishe në kuadër të një serie sulmesh nga ekstremistët islamik. Muzeu historik në Sarajev ka hapur ekspozitën mbi rrethimin e qytetit gjatë luftrave ballkanike të viteve të 90-ta. Ekspozita portretizon jetën e përditshme të banorëve të Sarajevës, përfshirë këtu edhe improvizimet që ata është dashur të ndërmarrin gjatë rrethimit që zgjati 3 vjet e gjysmë. Afërsisht 14.000 veta vdiqën gjatë rrethimit, përfshirë këtu edhe mbi 5.000 civil. Në Kabull të Afganistanit, një protestë e vogël është zhvilluar në kërkim të lirimit të 31 personave të rëmbyer nga 2 autobus në jug të vendit gjatë muajit shkurt. Autoritetet lokale thanë se personat armatosur kishin rrethuar udhëtarët e gjinisë mashkullore, pjesëtar të grupit shiit Hazara, kurse të tjerët ishin lënë të lirë. Një zyrtar i lartë afgan i komunitetit shiit i ka thënë Radios Evropa e Lirë se rëmbyesit ishin militantë të shtetit islamik, të cilët thuhet se po përpiqen të vendosin rrënjë në këtë shtet. Ishin këto video lajmet nga Radio Evropa e Lirë.